Besimtarët mysliman u mblodhën në sheshin Skënderbej në kryeqytet për të falur namazin e Fitër Bajramit. Pas një muaji agjërimi dhe reflektimi në muajin e shenjtë të Ramazanit, besimtarët kanë kurorzuar sakrificën e tyre me lutje për mbarësi dhe paqe. Kreu i komunitetit mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu në fjalën e tij përpara besimtarëve vuri theksin të transformimit shpirtëror që përcjell kjo festë. Ramazani nuk ishte vetëm një ndalim nga ushqimi dhe pija, por një shkollë e madhe shpirtërore për zemrat tona. Ai ishte një udhtim drejt devotshmërisë, drejt pastrimit dhe shpirtit, drejt forcimit të lidhjes son me Krijuesin e gjithësisë. Gjatë këtij muaji ne u përpoqëm të kontrollojmë veten tonë, të ruajmë gjuhën nga fjala e keqe, zemrën nga urrëtia dhe veprat nga padrejtësia. Prandaj Ramazani ishte një kohë reflektimi, sakrifice dhe për ulësie. Ai na mësoi se uria dhe etja nuk janë vetëm një provë fizike, por një kujtesë e fortë për të ndjerë dhimbjen e atyre që jetojnë çdo ditë në vështirësi. Përveç rëndësisë së adhurimit, Spahiu u ndalte përgjegjësia sociale e besimit. Ai rikujtoi se solidariteti përmes sadakas së fitrit është detyrim që askush të mos mbetet i vetëm apo i uritur në këtë ditë gëzimi. Edhe sadaka e fitrit, që duhet dhënë para se me fal namaz e Bajramit, që kemi dhënë dhe është bërë obligim në këtë ditë, në mënyrë që askush të mos mbetet pa gëzimin e Bajramit. Kjo është një nga bukuritë më të mëdha të fesë son, kujdesi për tjetrin, solidariteti dhe përgjegjësia ndaj të dobtit. Por vëmendja e kreut të KMSH-s shkoi edhe përtej kufive, te zonat e përfshira nga luftrat, duke bërë një thirrje të fortë për ndalimin e konflikteve në lindjen e mesme. Në lindjen e mesme, njerëzit e presin Bajramin në rrethana të vështira, konflikti dhe lufte. Konfliktet, luftrat dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes. Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që vuajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin me ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Mesazhi i fesë islame është i qartë. Islami është fe e paqes. Bota sot ka nevojë për më shumë drejtësi, për më shumë mirëkuptim dhe për më shumë paqe dhe vëllazëri njerëzore. Kreu i komunitetit mysliman të Shqipërisë vlerësoi harmoninë fetare si pasurinë më të madhe të shqiptarëve, duke bërë thirrje që ky model bashkëjetese të mbetet i paprekshëm. Shqipëria, jonë e dashur, ka qenë gjithmonë një vend ku besimet fetare kanë jetuar në harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Kjo është një pasuri e madhe shpirtërore dhe kombëtare që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë gjithmonë dhe të jemi vigjilent për të. Le të jetë ky Bajram një moment reflektimi për secilin prej nesh, të jemi më të drejtë në familjet tona, më të ndershëm në punë, më të kujdesshëm ndaj të varfërve dhe më të gatshëm për të falur njëri tjetrin. Sepse një shoqëri ndërtohet mbi zemra të pastra dhe mbi njerëz që zgjedhin të bëjnë të mirën për kënaqësinë e Zotit dhe për të mbjellur paqen në këtë planet ku jetojmë si njerëz. Ai bëri thirrje për falje dhe mirëkuptim mes njerëzve, duke e cilësuar këtë ditë si një moment reflektimi dhe afrimi me njëri tjetrin.